merr një vesh me sy, tha, duhet të kuptoj dhe duhet të shikoj audienca se çfarë bëni ju me njëri tjetrin, shikim sy më sy dhe pse jeni me syze djedhi. E më pas, Miri dhe Selin filluan ata agravimin për ngjarjet midis tyre. Besoj që do të kemi një lloj dinamike, pra një sulm midis Selinës dhe Mirit, tani më që është bërë ditur prej gati një muaj e ca, që vetëm në këtë formë sjellja atyre është brenda shtëpisë, edhe sinjalet e shkurtra, ftesa në dasëm, kërkesa e Çelësit, edhe diçka tjetër që u pasi një lloj sinjale apo mbrojtja që i bëri sipas saj, jo për të mbrojtur Mirin, por për të mbrojtur Artanin që mos të dilte me zar të zi në shtëpi. U pasi sinjale në atë që edhe Miri thotë që Selin do të rikthehem tek unë, por po shikoj një Selin që ka debate me të gjithë, edhe pse përdor her pas here fjalë jo të bukura dhe jo të duara, ka një lloj agresioni në qasjen dhe në sjelljen e saj, por sidoqoftë ka treguar që është një banore dinamike dhe guximtare dhe nuk tërhiqet pas. Sidoqoftë edhe provokimet që Rogerti i bëri kur ishin te Lori Kafe, që i kërkoi një kafe, pra do e mos Rogerti që të ketë një lloj ballafaqimi, por Selin e pa të nevojshme dhe për mua shumë mirë që ndërhyrën në pjesën me Stenaldon për t'i treguar vendi këtyre burrave që agresioni në fytyrë edhe një lloj mlefosje që ti t'i shikosh, që ti t'i shkosh tjetrit